Në një atmosferë të ngrohtë vëllazërore, Muftinia e Bashkësisë Fetare Islame në Gostivar edhe gjatë këtij Ramazani organizoi iftarin tradicional, duke bashkuar në një sofër të gjithë ata që me përkushtim dhe dashuri kanë kontribuar në ruajtjen dhe forcimin e vlerave islame në vend. Pjesë e kësaj tryeze ishte një delegacion i lartë i Bashkësisë Fetare Islame në Republikën e Maqedonisë së Veriut, i udhëhequr nga sekretari i përgjithshëm i BFI-s Irsal Jakupi, i cili përfaqësonte në këtë rast kreun e BFI-s, Hafez Shaqir Efendi Fetau. Të pranishëm ishin edhe drejtorët e sektorëve të riasetit, drejtori i medresesi Sabeu me stafin arsimor, dekani i Fakultetit të Shkencave Islame me stafin akademik, si dhe shumë mysafir të tjerë. Në cilësinë e një koqirit, mirësardhje të pranishmeve ju uroi muftiu i Gostivarit Sabahudin Efendi Zendeli, i cili në çastet e iftarit bëri lutje që besimtarët musliman vyrtitet e Ramazanit t'i bëjnë pjesë të përditshmërive të tyre. Ai falenderoi të gjithë bartësit e jetës fetare dhe xhamatin për kontributin e vazhdueshëm në mirëmbajtjen dhe avancimin e jetës fetare në vend. Është muaj i unitetit, muaj i afrimit mes njëri tjetrit, por sidomos këto struktura të sonshme janë struktura të cilat kanë edhe barën dhe përgjegjësinë e një emaneti për ta krijuar para xhamatit dhe atë mision të shenjtë të fesë islame për të ngritur institucionet fetare arsimore, por edhe për të mirëmbajtur xhamit tona. Unë shpreh falenderimet e mia të sinqerta Komisionit Qendror Republikan për vizitën, për përkushtimin, për përkrahjen që japin sidomos muftinisë së Gostivarit, si në të kaluarën, por edhe në të tashmen, dhe dita një mirënjohje e veçantë shkon për gjithë nëpunësit fetar. Allahu Gjelleshanuhu pranoft agjerimin ton, i madhi Zot të gjitha luqet dhe ibadetet që bëhen gjatë këtij muaji, inshallah t'i pranon në mëshirën e tij të pakufishme, por në anën tjetër të bekoj gjithë këtë punë të virtyqme, të cilën e bëjnë strukturat fetare, sidomos gjatë muajit Ramazanit, për të qenë në shërbim të besimtarëve dhe në shërbim të fesë islame në përgjithësi. Ndërkaq, koordinatori i Komisionit Republikan Feyzullah Sadiku theksoi se kjo vizitë realizohet në kuadër të angazhimeve të Komisionit të Riasetit, i cili gjatë muajit Ramazan viziton çdo muftini në Maqedoninë e Veriut. Ai përculli mesazhet e kreut të Bashkësisë Fetare Islame, duke theksuar se institucionet fetare janë përgjegjësi e gjithë secilit dhe duke uruar që ky Ramazan të përfitojmë më të mirat, unitetin, solidaritetin, durimin për ulësinë dhe dashurinë për njëri tjetrin. Ne përzemërsisht falenderojmë muftiun e muftinisë së Bashkisë Fetare Islame të Gostivarit, Haxhi Sabahudin Efendi Zendeli, së bashku me bashkëpunëtorët e tij, me operativën e tij dhe me të gjitha ata të tjerë të cilët ishin sonte prezent në punës të jetës fetare, të cilët na mikpritën në formën më të bukur të mundshme. Andaj, ky muaj sonte dëshmoi se është muaj i unitetit, është muaj i solidaritetit, është muaj i harmonisë, është muaj i altruizmit, është muaj në të cilin reflektohen dhe ngriten vlerat e larta njerëzore, morale, fetare, islame. Ne lutim Zotin e plotfuqishëm që Allahu Dhul Xhelal, muftiu ton të nderuar, t'i jep shëndet, jetë të gjatë, mirësi, begati, po ashtu edhe bashkëpunëtorëve të tij, me shpresë që të vazhdojmë të jemi gjithmonë kontribues në të mirën e dobisë së përgjithshme, sidomos në veçanti të besimtarëve të këtij vendi. Pas përfundimit të iftarit, mysafirët u shpërndan në xhamit e vendit për faljen e teravis dhe për të vijuar aktivitetet e tjera që kanë në fokus begatimin e netëve të Ramazanit me programe të ndryshme fetare.